këtë kapitull ka përmend autori Imam Muslim rahimahullah disa ahaditha ku tregon domethënë në dalesën të rep në lidhje domethënë me vetvrasjen, se një gjë e tillë domethënë në fen ton është mëkat shumë i madh dhe rreptësisht i ndaluar. Dhe rreptësisht domethënë i ndaluar. Hadithi i parë që përmend në këtë kapitull është i transmetuar nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ku thotë: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e vret veten e tij me një objekt metalik, ai do të dënohet me të po ashtu edhe në zjarrin e xhehenemit. Ai do të dënohet me të, domethënë po ashtu edhe në zjarrin e xhehenemit. Dhe kush pi helm, kush e helmos veten e tij, ai po ashtu do të dënohet me helmin edhe në zjarrin e xhehenemit. Dhe i fundi, kush e hedh veten e tij nga një mal, po ashtu në të njëjtën mënyrë do dënohet edhe në zjarrin e xhehenemit. Ku do të jetë aty domethënë për një kohë shumë të gjatë. Ku do të jetë domethënë aty për një kohë shumë të gjatë. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimahullah, se këto hadithe janë argument se është e ndaluar që njeriu me vravet vetën dhe po ashtu dhe është e ndaluar edhe me i vratë të tjerit. Do thonë jo me thonë dikush, jo po mirë hajde për mua e kam haram, ama tjerit me i vra halal. Jo, është e ndaluar domethënë. Vetvrasja është e ndaluar dhe po ashtu edhe vrasja e të tjerëve. Këto domethënë aludojnë domethënë edhe për këtë çështje dhe po ashtu thotë Sheikh Rabia se këto hadithe janë argumente të prera se ato shpërthimet me rrypa e të ngjashme janë rreptësisht të ndaluara. Që këtu domethënë janë të keqpërdorur disa njerëz që kanë mendjelehtësi, që u kanë sjell atyve domethënë dyshime dhe argumente jo të sakta dhe i kanë mashtruar. Domethënë ato shpërthimet me çfarë do lloj qoftë ajo domethënë janë të ndaluara. Dhe këto hadithe domethënë janë posaçërisht domethënë argument për këtë çështje. Dhe thotë shehu se në hadith përmend domethënë se ai ka më qenë fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Thotë shehu këtu tregon domethënë se qëndrimi i tij ka më qenë domethënë i gjatë. E nëse ka vdekë si musliman, ose Allahu subhanahu wa ta'ala i afal atij fillimisht atë mëkat të madh, ose ka me qëndru domethënë një periudhë të gjatë në zjarrin e xhehenemit, por prapë e ka përfundimin e tij domethënë në xhennet. Për vetëm se thotë Sheikh Rabia rahimahullah, nëse një gjë e tillë domethënë e bën halal, istihlal, atëherë përfundon domethënë në zjarrin e xhehenemit përfundim të qafirave, që s'ka dalje për ta domethënë nga zjarri i xhehenemit. Dhe këtu është po ashtu thotë Sheikhu Sheikh Rabia rahimahullah, janë përmend këto domethënë tri në hadithin e parë, domethënë kush e vret veten e tij me një objekt metalik, ose e hedh veten nga një mal, ose e helmon veten e tij. Këta janë si shembuj këtu domethënë. Nuk do thotë që tash me ardh dikush edhe me vetvra veten e tij me dënimjet tjetër, edhe se është halal, jo. Tu si shembull dhe në hadithe të tjera domethënë u përmend aty se kush e vret veten e tij me diçka. Kjo është e përgjithshme. Këtu hyn domethënë edhe mjeti metalik, edhe pistoleta, edhe hapat thotë që i pin domethënë, edhe gjëra të tjera domethënë hyn domethënë në këtë kuptim. Dhe janë të ekspozuara ndaj këtij dënimit të ashpër. Dhe po ashtu thotë shefu Sheikh Rabia rahimahullah se këtu është dënimi sipas llojit të veprës. Është dënimi domethënë sipas
llojit të veprës.